Të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës, sonte do të zhvillojmë një intervistë me zëvendës kryeministrin e Republikës së Kosovës në detyrë, zotin Besnik Bislimi. Do flasim për rekomandimet dhe shqetësimet që kanë dalë nga raporti i progresit për Kosovën. Gjithashtu do të flasim për situatën aktuale të radio-televizionit të Kosovës. Gjithashtu do të ndalemi edhe për zhvillimet aktuale politike në vend. Zoti Bislimi, faleminderit që pranuat për intervistë. Faleminderit juve që ma dhatë mundësinë. Atëherë, si e interpretoni për kufizimin, progres i kufizuar dhe stagnim që përdori raporti për Kosovën? Pra, cilat janë arritjet kryesore që qeveria e sheh si pozitive dhe cilat janë ato çështjet ku nuk ka pasur lëvizje? Raporti për Kosovën për vitin 2025 nuk ka cilësim apo notë përfundimtare. Rrjedhimisht ky konstatimi se pas ka një cilësim mes progres kufizuar dhe stagnim është lapsus që ka lind nga disa gazetarë të cilët që në start kanë pas qasje, për arsye se raporti ndan vlerësime individuale për kapitujt. E brenda këtyre kapitujt, në 35 sosh ka progres të limituar ose progres të mirë apo diçka progres, e vetëm në 3 prej fushave, 3 nga 38, konstaton se nuk ka pas progres. Në një për këtyre fushave dhe nuk ka mundur të ketë progres, për arsye se flitet për peshkatarin, duke qenë se Kosova nuk ka dalë në det, nuk e ka si sektor të zhvilluar, nuk kemi edhe se si koncentrojmë energjinë edhe resurset tona në zhvillimin e këtij sektori. Po në përgjithësi, raporti këtë vit është jashtëzakonisht më objektiv se sa viteve të tjera. Është hera parë ku ne nuk kemi nevojë të shpenzojmë shumë energji të bindim partnerët tonë në Bruksel se disa nga vlerësimet kanë qenë të gabuara, se janë karakterizuar me subjektivitet të madh, por konstatojmë se pjesa më e madhe e vlerësimit është brenda suazave të korrekcisë. Po ashtu duhet kemi parasysh që në pjesën më të madhe të kësaj periudhe ne jemi karakterizuar me një situatë ku institucionet kryesore që kanë mbi veti barën e zbatimit të reformave në agjendën e integrimit evropiane nuk kanë qenë të konstituara dhe qeveria ka qenë në detyrë dhe po ashtu në pjesë e mirë e resurseve të cilat do të na kishin ndihmuar ne në zbatimin e këtyre reformave nuk kanë mujtë më marrë për shkak të masave ndëshkuese të BE-s, si dhe për shkak të faktit që instrumenti i rritjes që është negociuar me Bashkimin Evropian nuk ka arritur të ratifikohet ende në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Kjo nuk kupton që në qoftë se i kemi parasysh këto kufizime, raporti tregon një sukses mbiproporcional të Kosovës. Në qoftë se keni përcjell me kujdes konferencën për media që kryeministri e kishte bashkë me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian në Kosovë, ambasadorin Arav, atëherë në adresimin e zotit Arav do të vreni një element që është shumë pesh. Ambasadori Arav konstaton që deri në vitin e kaluar Kosova ishte prijes në reforma, ishte vendi i parë që kishte përfunduar negocimin e instrumentit të rritjes, apo planit të rritjes me Bashkimin Evropian, që do të thotë se ishte afër pranimit dhe të shkallës së parë të disbursimit, kishte ecë përpara me ligjet për sepa të cilat mundsojnë qytetarëve diku 50 milion kursime vjetore në transferet financiare me jashtë dhe nga jashtë, dhe po ashtu ishte në një fazë të mirë të zbatimit të agjendës së reformave evropiane. Pastaj erdhi bllokada. Do thotë tregon se Kosova ishte në një rrugë të mirë, pastaj dikush i bllokoi këto procese duke bllokuar edhe formimin e qeverisë. E po ashtu raporti edhe tregon që Kosova, përkundër gjitha sfidave me të cilat është përballë, ka vazhduar me sukseset e saj. Për shembull thotë që Kosova ka adoptuar planin kombëtar të integrimit evropian, ka mbajtur zgjedhje jashtëzakonisht të mira, e ka mbajtur në nivel të lartë për kushtimin e qytetarëve për integrimin në Bashkimin Evropian, edhe të njëjtën kohë e ka mbajtur në nivel të lartë edhe për kushtimin e qeverisë, për ecjen përpara me reforma, në mënyrë vullnetare e ka harmonizuar në tërësi politikën e saj të jashtme me Bashkimin Evropian, e në veçantë kur të ka të bëjë me dënimin e agresionit rus në Ukrainë. Do thotë Bashkimi Evropian pak a shumë thotë kjo ka qenë çështja e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, e kjo ka qenë përgjigjja e Kosovës. Ne kemi vazhduar me masa ndëshkuese, ne nuk e kemi trajtuar ende aplikimin e Kosovës për statusin e kandidatit, por megjithatë përgjigjja e Kosovës ka qenë kjo. Përshpejtimi i hapave, harmonizimi i politikës së jashtme, do të thotë
një lloj rezistencë nga Bashkimi Evropian, ne ju kemi përgjigjë edhe me më shumë. Po. Zoti Bislim, në këtë raport përmendet edhe ngërshi institucional dhe përçarje politike pas zgjedhjeve. Çfarë po bëni ju që të kalohen këto pra që të përmirësohet ky raport? Në raport përmendet ngërshi institucional për arsye se një pjesë e mirë e reformave të dakorduara me komisionin kërkojnë edhe angazhimin e qeverisë edhe angazhimin e kuvendit. Kur po them qeverisë, po mendoj një qeveri e cila ka një spektër të plotë të përgjegjësive. Rrjedhimisht miratimi i ligjeve të reja, dokumenteve strategjike, marrëveshjeve financiare ndërkombëtare të tjerë. E për këto pastaj nevojitet edhe kuvendi funksional me që të njëjta duhet të kalojnë përmes qoftë aprovimit, qoftë ratifikimit në kuvend. Dhe natyrisht edhe për Bashkimin Evropian, kjo paraqet një pengesë serioze për mbajtjen në nivel të lartë të shpejtësisë zbatimit të reformave dhe të Bashkimit Evropian. Tash ngërçi institucional është krijuar në atë moment kur një pjesë e spektit politik ka refuzuar me pranu rezultatin zgjedhor. Do të thonë edhe pse ke marrë 15%, ke dashur me u sjell edhe me u trajtu si fituesi i zgjedhjeve. Dhe kjo është pak a shumë e palogjikshme, edhe për arsye se pastaj në këtë kontekst ka dominu ideja që ai që është i madhi, ai duhet të shojpe, ai duhet të bëj kompromise. Edhe natyrisht që nëse e ndjekni me kujdes ecjen që nga fundi i muajit mars e deri më tani, ka vetëm një subjekt politik i cili në këtë ngërç institucional është sjellë me përgjegjësi dhe ka ofruar zgjidhje, ka ofruar kompromise. Për shembull, na është thonë, ne nuk e votojmë gruan më të votuar në Kosovë, ish ministri i drejtësisë, kryetarin e gruas në lëvizje, e ju si parti e madhe duhet bëni kompromis. Por edhe kur të bëni kompromis, ne prapë si votojmë. Ky ka qenë për shembull qëndrimi i subjektit politik Lidhja Demokratike e Kosovës. Ju duhet të reflektoni, duhet të ndryshoni kandidatin, por edhe kur e ndryshoni, ne nuk i votojmë. Duhet të ecni edhe me kandidatin për kryeministër, por edhe kur e ndryshoni, ne nuk e votojmë. Edhe nëse doni ne mund të numërojmë hapat që kanë ndërmarrë lëvizja vetëvendosje, edhe cila ka qenë përgjigjja subjekteve tjera. Po, ato tashmë i dim, sigurisht që kanë qenë. Po mirë, po kjo duhet të dominojnë tek narrativa që e prezanton i kashë qytetarit. Është një subjekt që ofron kompromise, është një subjekt që bën ftesa, dhe ka subjekte tjera që refuzojnë ftesat, që të kritikojnë që nuk po bën kompromise, dhe pastaj kur bën kompromise thonë po ne nuk na çojmë pjesë, ne nuk lëvizim nga pozicioni. Por kompromisi duhet. Si mund të flasësh për kompromis kur refuzon të lëvizësh nga pozicioni, i cili si i tillë është pozicion bllokues. Këta kemi pa të zgjedhja kryetarit të kuvendit, e kemi pa për shembull të zgjedhja nën kryetarëve të kuvendit, e kemi pa të votimi i qeverisë, edhe po e shohim edhe tani tek ftesat që ne po u bëjmë që të ecim përpara me disa momente me rëndësi. Miratimi i ligjit për buxhetin e vitit 2026, miratimi apo aprovimi i buxhetit për vitin 2025 të komunës së Prishtinës, komunës së Gjilanit dhe komunës së Zubin Potokut, si dhe miratimi i planit të rritjes dhe miratimi i alokimit të buxhetit për Radio Televizionin e Kosovës. Janë 4 vendime që kanë një dozë urgjence, që kuvendi është si konstituar, ka mundësi të ecën përpara, por megjithatë për këtë pak më poshtë sepse ka një hezitim do ndalemi te raporti për progresit. Pra, sa është kurzimi më tejshëm i hecjes së masave nga Bashkimi Evropian lidhur me situatën në veri të Kosovës, pra cilat hapa institucional duhet të ndodhen që këto masa të hiqen plotësisht? Tash nëse për shembull e lexoni me kujdes raportin për vendin, aty tek pjesa që flet për normalizimin e raporteve me Serbisë, pra pjesa që përkushtohet dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, dhe pjesa që flet edhe për situatën në veri të Kosovës, aty fillohet me konstatimin që situata në veri të Kosovës është e qetë, por fragjile. Kjo nuk kupton që potencimi i situatës si të qetë implikon ekzistencën më parë të një joqetësie dhe pastaj prezencën e një procesi që nga gjendja jo qetësisë ka sjellë të një gjendje e qetë. Dhe më pas ka qenë një gjendje jo e qetë, për cilën Bashkimi Evropian i ka vendosur Kosovës masa ndëshkuese, me kërkesën dhe me konstatimin që këto masa janë të përkohshme dhe të kthyeshme në atë rast kur të qetëson situatën. Tash vetë Bashkimi Evropian po situata është e qetë. Është konstatimi i raportit për vendin, por masat janë ende aty.
Këto masa pastaj nuk reflektojnë as veprimet e Kosovës, por edhe nuk mund të fshehen pas mos veprimit ose bllokimit të ndonjë vendi antar. Për arsye se kompetenca e plot për veprimin në heqjen e masave takon komisionit. Ajo që kemi dëgjuar tash së fundmi është që ata po presin se si do ndodh transferi i pushtetit vendor në 4 komuna në veri, pasi që fituesit e këtyre zgjedhjeve janë të ndryshëm nga kryetarët aktual. Si duket, ka lind si anekdot brenda institucioneve të caktuara në Bruksel, ndonjë frikë apo brengë se mund të ketë friksione gjatë këtij transferi, ata duhet të binden se kjo nuk ndodh dhe pastaj të hiqen masat. Raporti vlerëson që dialogu me Serbinë dhe zbatimi i marrëveshjes janë pjesë kyçe në përparim. Cilat marrëveshje specifike konsideroni se duhet zbatuar dhe çfarë mund të bëjë Kosova për të përshpejtuar ato? Pjesa për dialogun këtë vit në rrafshin përmbajtësor është krejtësisht ndryshe nga raportimet e viteve të kaluara. Për arsye se është shumë specifik edhe është shumë objektiv. Për shembull, është një raport ku përmendën mbase një nga një marrëveshje të cilat nuk e kanë arrit zbatimin e plot ose nuk kanë gjetë zbatim fare, por është një raport që atribuohet përgjegjësia. Tash në disa raste përgjegjësia atribuohet Kosovës, por ajo që është më rëndësi është një farë rikonfirmimi i qëndrimit të vazhduesëm të palës kosovare. Që nga viti 2021, konstatimi palës son ka qenë që përkundër faktit se pjesa më e madhe e marrëveshjeve të dakorduara në Bruksel kanë kërkuar angazhim dhe zbatim vetëm nga Kosova, megjithatë lista e mospërmbushjes është më e madhe nga ana e Serbisë se sa nga ana e Kosovës. Për shembull, raporti thotë Serbia ka shkel shumë keq marrëveshjen e Brukselit me tërheqjen e kryetarëve, policëve, gjyqtarëve nga institucionet e Kosovës. Konstaton se Serbia në vazhdimsi e ka shkel marrëveshjen për bashkëpunim gjyqësor, Mutual Legal Assistance. Konstaton që Serbia ka shkel marrëveshjen për integrimin e menaxhuar të kufive për arsye se nuk i ka ndërtuar pikat e veta kufitare. Konstaton që Serbia i ka shkel marrëveshjen për doganat me që ende mban në territorin e saj pika doganore me emërtime nga Kosova. Konstaton që Serbia e ka shkel rënd marrëveshjen e drejtësisë për shkak se ka bërë arrestim të qytetarëve të Kosovës për të pretendim të veprave që janë kryer në Kosovë. E mund të vazhdoj pastaj me listimin e këtyre marrëveshjeve, edhe thotë se ka bërë me shkelje të marrëveshjeve duke penguar antarësinë e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Edhe këtu e gjen edhe të raporti i BE-s për Kosovën, por edhe të raporti Komisionit për Serbinë. Po ashtu flet edhe për politizimin e procesit qetjes së personave të zhdukur me dhunë, do thotë ka një trajtim shumë thelbësor. Ajo ku ne jo domosdoshmërisht jemi në linjë me konstatimet e BE-s dhe mendoj që deri në mas kemi arrit me bindje dhe Komisioni Evropian se qëndrimi jonë është parimor, është e para që marrëveshja bazike ka nevojë për formalizim. Për arsye se Serbia në disa instanca ka deklaruar se nuk e njohin marrëveshjen e Ohrit, edhe marrëveshjen e Brukselit. E dyta, ne kemi arrit me bind Bashkimin Evropian që ura duhet të hapet. Këtë ke si konstatim në raportin e progresit, ura duhet të hapet, edhe është një raport që nuk thot se përpara në raport të progresit thuaj për hapjen e urës duhet të diskutohet në Bruksel. Tashtu duhet të diskutohet me aktorët e sigurisë, me KFOR-in brenda Kosovës. Kemi pastaj edhe konstatimin ku ne kemi bind partnerët evropianë që nuk duhet më të flitet për strukturat të mbështetura nga Serbia. Edhe ata janë dakord që strukturat ilegale në Kosovë të trajtohen si struktura ilegale, jo si struktura të mbështetura, po si struktura të krijuara ilegale, të krijuara nga Serbia, të financuara nga Serbia dhe me synim minimin e pavarësisë së Kosovës. Kjo përbën një avancim shumë të madh. Ajo ku ndoshta ne nuk na pëlqen është edhe fakti që të thuhet edhe përkundër mos formalizimit, pale duhet të ecin me zbatimin e obligimeve të tyre. Por në përgjithësi, unë mendoj që ka një zhvillim substancial
drejtëritjes së objektivitetit në mënyrën se si procesi dialogut apo normalizimit raporteve mes Kosovës dhe Serbisë trajtohet në raportin për vendin. E kjo është merit jo vetëm e të emëruarit të ri të Bashkimit Evropian zotit Sorensen, por mbas edhe të ekipit të Bashkimit Evropian këtu në Kosovë. Sa është ndikimi i raportit progresit në vendimarrjen e brendshme të qeverisë? Raporti i progresit është i rëndësishëm për arsye se në njërin anë tregon si po ecë procesi i konvergjencës, shërben një lloj certifikimi për suksesin tonë, edhe në anën tjetër të jep rekomandime të qarta për atë se ku duhet të intervenohet në mënyrë që vitin tjetër raporti të duket më i mirë. Është një farë udhërrëfyesi për hapat që ose si ke marrë mjaftueshëm ose duhet ta ndryshosh kajën. Për shembull, nëse thotë legjislacioni i amendamentuar në këtë sektor nuk është në harmoni të plot me akin, të tregon se duhet të rishikosh anëherë. Nëse thotë që nuk janë trajtuar në tërësi rekomandimet e Komisionit Evropian për këtë fushë, atëherë tregon se ka nevojë për takime shtesë në mënyrë që këto dallime të tejkalohen. Në këtë kontekst, raporti shërben si busull për neve, për me pa edhe shpejtësinë e ecjes, karshi obligimeve që kemi marrë, po edhe shpejtësinë e ecjes karshi vendeve të tjera të rajonit. Në anën tjetër, raporti po ashtu shërben, nëse lexon me shumë kujdes, edhe si dëshmi e pozicionimit të Bashkimit Evropian. Për shembull, nëse Bashkimi Evropian ka marrë një vendim, do e përshpejtojmë procesin e integrimit evropian të X vendit, pa pas nevojë me përmend, atëherë kjo do të vretet në raport. Ato do fillojnë pak me ma shumë i kushtu vëmendje të arritur, më pak dështimeve. Në qoftë se ka shumë fokus të dështime, tregon se ka një farë refuzimit Komisionit Evropian me u marrë me ty. Në këtë kontekst, në qoftë se tash, a mendoj që ditën e vjetër do të japin më shumë hapësirë, arrijmë me bën një krahasim të mirëfillt raportit këtij vitit Kosovës me raportet paraprake. I ndëgjojmë deklaratat publike që janë dhënë duke filluar nga zoti Kosta që thotë Kosova e meriton një përgjigje të Këshillit për aplikimin e tyre për statusin e kandidatit. Dhe pastaj krahasojmë edhe me raportet e vendeve tjera, do të freni që nështë Kosova nga 10 vendet që janë në proces të integrimit, do të radhite në vendin e tretë për nga shpërshpejtësia reformë, njërë pas malit zgjidhjes Shqipërisë, të cilat janë duke ecur relativisht ose shumë mirë në procesin e integrimit. Raporti përmend natyrisht edhe radio televizionin e Kosovës, i cili aktualisht po përballet me mungesë të pavarësisë financiare, probleme strukturore serioze, po e citoj. Si e karakterizoni pra vetë të gjendë dhe çfarë masësh janë duke u shqyrtuar për të shmangur o për krijuar një pavarësi financiare për transmetuesin publik? Tash fillimisht të pjesa e medias ne shikojmë vlerësimin për sistemin medial në Kosovë. Sepse çështja duhet të jetë holistike, pa i dhënë status të veçantë një mekanizmi specifik. Edhe te pjesa e medias ka disa shqetësime serioze të Bashkimit Evropian. Për shembull, ka shqetësime në raport për pronarët fundor, transparenca në financimin e medias. Kush janë pronarët e medias, sa janë transparent nga e kanë burimet. Ka shqetësime serioze për qëndrueshmërinë financiare. Nëse një media, tash nuk po them Radio Televizioni i Kosovës, por qoftë një media tjetër ka pa qëndrueshmëri financiare, është shumë lehtë pastaj me ndiku në politikat redaktuese të atij portali ose në pozicionimet e atij portali. Ka shqetësime serioze për lehtësinë me të cilët penetrojnë mekanizma jo dashamirës nga Rusia apo të tjera, për shembull Sputniku e tjerë, në politikat redaktorale, për hapja lajmeve të rreme. Këto janë disa shqetësime, mbasi kjo është edhe arsyeja pse tek fusha e lirisë së shprehjes Kosova nuk ka bë progres, është një prej atyre 3 fushave të ku vret stagnim. Tash një lloj pronari nominal i radiotelevizionit të Kosovës është populli i Kosovës përmes të deleguarve të tyre në kuvend. Edhe zhvillimet e 9 muajve të fundit mendoj që japin legitimitet këtij institucioni me kërku rishikim të politikave të financimit të mediumit, për arsye se mediumi si i tillë për me mujt me realizu funksionin që ja kemi dhënë,
nuk do duhet të ishte në varësi të inateve politike, në varësi të jo qëndrueshmërisë politike, sepse në qoftë se krijohet ngërç në kuvend, edhe dëmtohet puna e kuvendit për shkak të inateve politike, kjo shumë lehtë e dëmton një institucion fragil financiar siç është Radiotelevizioni i Kosovës. Prandaj edhe unë kuptoj edhe i mirë kuptoj kërkesat që të rishikohet njëherë modeli i financimit në mënyrë që askush të mos ketë një lloj vetoje mbi financimin, një veto e cila në të ardhmen do të mund të keq përdorej. Që bëj telefonata juve të kërkoj favore në këmbim të aprovimit apo alokimit të buxheteve vjetore. Është rregull që RTK-ja e ka buxhetin e përcaktuar për këtë vit, pra është miratuar, por nuk janë alokuar ajo pjesë mbetur e këstit të mjeteve në xhirollogaриnë të RTK-s për shkak të procedurave temit që janë nëpërmjet kuvendit, pra duhet të krijohen komisionet, në këtë rast komisioni për buxhetin, i cili duhet të pas shërtimit të raportit të Radiotelevizion të Kosovës edhe ti urdhëroj që të mjetet të kalojnë në xhirollogaриnë e RTK-s. A mundet qeveria që ta zhbllokoj situatën si herën e kaluar, pra që punonësit e Radiotelevizion të Kosovës mos kenë vonesa në pagat e tyre? Tash herën e kaluar ne nuk e kemi zhblloku procesi vazhdon i njëjtë. Ju duhet paraqitja e raportit financiar në Komision për Buxhet, komisioni aprovon atë dhe e aprovon ndarjen buxhetore për muajin e VM. Nuk kemi ndryshuar këtë rregull. Ne kemi bërë një lloj bypassi, them, për me tejkalu këtë periudhë përmes një kreditimi për të shkujdes ministri i financave. Edhe kreditimi ka qenë për një periudhë 3 mujore, për arsye se kemi qenë të bindur që në atë moment kur tejkalohen këto afatet e parashikuara, në vend do të ketë një qeveri, ose të paktën në vendit do të ketë një kuvend të konstituar. Për arsye se për finalizimin e transferit të mjeteve financiare në llogarinë bankare të Radiotelevizion të Kosovës, nuk ka nevojë tash për qeveri funksionale, ka nevojë për kuvend. E kuvendi është funksional. Unë përbes nuk i kuptoj deputetët e disa subjekteve politike që hezitojnë ose rezistojnë të ulen ulësit e tyre, të krijojnë komisionet parlamentare dhe të ecin me këto. Por ata ka një dilemë, kush është opozita? Dilema se kush është opozita në kupton mos njohet rezultatet zgjedhore, apo? Se në qoftë se ti ke 15% rezultate zgjedhore, thu nuk pe di jam opozit, keni problem thelbësor me interpretimin e rezultateve zgjedhore. Po në qoftë se egoja jote është dukshëm më e lartë se rezultati zgjedhor dhe vullneti i popullit, pas edhe këtu mund të takohemi diku në mes. Nëse thu, unë i kam 15% rezultat, po du më trajtu si fitues, po du të paktën një javë me i thonë vetit fituesit zgjedhjeve edhe pozit, ndoshta lëvizja është e gatshme me shqyrtu edhe këtë mundësi gjatë ndarjes, sepse jemi të folë për konstatim të përkohshëm të komisioneve parlamentare, sa për me i dhonë drejtim disa proceseve. Cila është zgjidhja, sidoqë që me sa po shlihet nuk do të ketë një bashkëpunim mes partive politike me lëvizjen vetëvendosje për të krijuar këto komisione. Në rastin se kjo situatë vazhdon si e tillë, atëherë ka ndonjë zgjidhje për punonësit e RTK-s? Tash zgjidhja imediate ka qenë kjo që kemi pasur. E qartë, ato vazhdojnë e njëjta. Nuk mendoj që duhet me vazhdu, mendoj që duhet pak edhe presioni publik mbi deputetët me urrit që me tregu që ata i kanë fituar ato ulse për me marrë përgjegjësi, jo për me shpërfaqe net. Paga e deputetit nuk është rastësisht pagat më të larta në sistemin publik të Kosovës. Për arsye se deputeti në momentin e zgjedhjes veshet me shumë përgjegjësi për mi dhënë drejtim proceseve. Tash nuk mundesh me thonë paga bën të transferohet në buxhet në llogarinë time bankare çdo muaj, ama atyre që mund t'i bllokoj do t'ja pamundësoj transferimin e pagave. Mendoj që kjo situatë komfore nuk ish dashur me ju leju disa deputetëve që besojnë që duke i lënë juve pa paga e damtojnë një subjekt politik. Ish dashur që ata me bart kostën politike të vendimit të tyre. Po, raporti thotë se 75% e buxhetit të RTK-s shkon për paga, ndërsa ndërtesa nuk është në pronësi të transmetuesit publik dhe
gjendet në një gjendje të mirë, them kushtimisht. A është diskutuar që buxheti RTK-s duke pasur parasysh që transmetuesit publik, zoti Bislimi, në rajon për shembull, RTS-ja i ka rreth 30 milion, televizioni publik i Maqedonisë ka 25 milion, Serbia i ka mbi 100 milion, Malizi ka rreth 20 milion, ndërkaq që RTK-ja i ka vetëm 8.7 milion. A parashihet që të rritet buxheti i radio televizionit të Kosovës në mënyrë që të zhvillohet ky medium i vetëm publik? Unë kisha me përgjigj me dy momente. E para, diskutimi rreth asaj se cili kishte me qenë buxheti optimal për me mundsu punë suksesshme mediumit publik, mendoj që është kuvendi. Kjo është forumi ku duhet me u konsumu ky diskutim. E dyta, pyetja është se cili proces duhet me paraprit cilit. A duhet fillimisht rritja e financimit edhe pastaj rritja e kualitetit edhe llogaridhënies, apo ndoshta rritja e kualitetit dhe llogaridhënies i hap dyert edhe për gatishmëri deputetëve me ngrit dorën edhe për rritje të financimit. Po them edhe ky diskutim mundet me u bë brenda forumit menaxhuese të RTK-s, brenda Kuvendit të Kosovës ose në interaksion mes këtyre dyjave. Krahasimet e thjeshta me vendet e rajonit mendoj që nuk i ndihmojnë këtij diskutimi për shkak se situata ndryshojnë komplet. Pse? Ndryshon për shembull ndoshta edhe sasia aseteve që keni në menaxhem. Nëse ju po themi objektin nuk e keni në menaxhem, nuk thotë nuk keni nevojë për ndarjet mjetër për amortizim të objekteve, domethënë zvogëlohet nevoja për financim, në qoftë se pastaj keni edhe kontrata ekskluzive për transmetime të caktuara, të cilat duhet shkojnë përmes transmetuesit publik, prapë kjo ndryshon formulën e financimit. Me sa di unë për shembull në disa kanale për cilat ju përmendën, ata marrin kontrata ekskluzive për transmetime të kampionateve të caktuara, ndërkaq ju hini në aranzhmane me sektorit tjerë, për shembull me Telekomin e Kosovës apo me ndërmarrje tjetër. Pra po them, krahasimi thjesht nuk është që i kontribon një rezultati optimal të këtij problemi që kemi. Pra cila do të jetë një zgjidhje në projekt buxhetin themi për vitet e ardhshme, nëse lëvizja vetëvendosje do të qeverisë me vendin. A mund të ketë një ndryshim në buxhetin ta thjeshtësojë? Tash po them. Qeveria e Kosovës e ka një ministër të financave, i cili i ka për obligim caktimet e limiteve buxhetore. Ky është ministri i njëjtë që ka qenë në të kaluar që do të vazhdojë në të ardhmen. Ky limit mund të preket edhe ndryshohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, respektivisht Komisioni për Buxhet dhe Financa. Këto janë dy forumet dhe mendoj që në këto dyja është irrelevant qëndrimi personal i zamës kryeministrit. Mirë. Do të flasim tani për zhvillimet aktuale politike. Presidenta Osmani që ka mendoj që nuk e cekëm të raporti për vendin. Janë disa fusha ku raporti vren jo vetëm progres më të mirë se sa që është dashur, por edhe kapërcim në fazat drejt integrimit evropian. Edhe shumë e rëndësi me potencu që progresi më i madh konstatohet eksakt në ato fusha ku qeverisja Kurti 2 është sulmu më shumë. Për shembull, ku është sulmu qeverisja Kurti 2? Në ekonomi, e raporti ka jashtëzakonisht shumë evidentim të arriturave, e mendoj që pjesa më e rëndësishme e raportit, që zakonisht nuk përmendet shumë, është që thotë qeveria ka arrit me ngrit standardin e jetesës për vetëm këto pak vite nga 27% të mesatarës Bashkimit Evropian në 30%. Kjo nënkupton që Kosova ka performuar shumë më shumë se sa mesatarja edhe më mirë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian. Edhe s'ka asnjë shtet tjetër që ka arritur konvergjencë përkundër bllokadave që kemi pas, edhe të brendshme edhe të jashtme me masa. Po ashtu thotë që ka një rritje të madhe të ekzekutimit të projekteve kapitale, ju e dini se sa është sulmu lëvizja për kriza ekonomike, mos zbatim të investimeve kapitale. Tregon që ka rritje reale më e madhe sa mesatarja gjithë periudhës paraprake. Në një kohë kur është folur shumë për krizë ekonomike.
tregon jashtëzakonisht shumë antarësime në fushën ndërkombëtare në fushën e arsimit, shkencës dhe teknologjisë, kur është thonë se me arsim keni vetëm dështime. Ka radhitje, ndoshta më shumë se një faqe për të arriturat e Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare, kur është folur për izolim ndërkombëtar. Domethënë ka vlerësim jashtëzakonisht mirë për politikat sociale të Kosovës, për pilotimin apo reformën e sistemit të asistencës sociale, për asistencën për këtë Youth Guarantee Scheme, për skemën për garantimin e punësimit të rinjve, e shumë të tjerë, në kohë që politikat sociale në Kosovë janë cilësuar nga opozita sidomos. Edhe ka vlerësim shumë të mirë që është pak paradoksale për veprimet e qeverisë së Kosovës në veri. E vlerëson shumë, për shembull, eliminimin e targave me denominime të qyteteve nga ana e Serbisë, e vlerëson shumë verifikimin e diplomave për ata që kanë kaluar për Universitetin e Mitrovisës së Veriut, e vlerëson shumë vendimin e qeverisë për me njoftë këto regjistrimin e lindjes, vdekjes, ndarjeve atje, e vlerëson shumë penetrimin e sistemit bankar në Veri dhe gjithçka se ka bërë qeveria në Veri është evidentuar në raport, në kohë që këtu zhurma është bërë që ka pas ngjecje në. Po, zoti Bislimi, në kuadër të masave që kishte Bashkimi Evropian ndaj Kosovës, ishte edhe vendimi që për mos të atakuar kryeministrin apo dikën nga qeveria në objektet e qeverisë. Megjithatë, raporti progresit është dorëzuar në objektet e qeverisë dhe konferenca është mbajtur në objektin e qeverisë. Ka ndodhur diçka e re, në ndryshim? Jo, fillimisht duhet ta kuptoni që vendimi për mos me ardhur në objektet të qeverisë nuk është pjesë e masave. Është të reagim i një zyre ligjore që ka pas presion nga vendet mosnjose me reflektu ndaj një vendimi shumë problematik edhe shumë të dëmshëm që ka nxjerrë një gjykatë supreme që ka anuluar një udhëzim administrativ të ministrit të financave zotit Murati. Edhe pastaj keq interpretim juridik i këtij vendimi nga zyra ligjore në Bruksel. Do kjo ka qenë pikë, nuk është pjesë. Pra ka ndryshuar tash apo jo? Apo mbet shpresoj që po. Ata dhe në kaluar, për shembull, kur vendos masat ka thonë nuk do të ketë takimet në nivelit lart, po ju e dini që nga zoti Kosta te zonja von der Leyen të gjithë kanë qenë Kallas, të gjithë kanë qenë në Kosovë dhe na kanë. Do ndalim tani te zhvillimet aktuale. Sigurisht që është një vëmendje e shtuar edhe publikut. Pra presidenti Osmani ka nominuar zotin Glauku Njufsa për formimin e kabinetit të ri. Ne kemi nominuar, ai ka mandatuar. E ka mandatu, kërkoj falje, për të kaluar pra blokadën politike. Çfarë pritshmërie ka qeveria nga kjo iniciativë dhe sa realiste mund të kalojë zoti Kunjufca në parlament? Gjithsesi, nëse për të mos harruar, atëherë kur zoti Kurti prezantoi kabinetin qeveritar, ju nuk ishit në asnjë pozitë. Pse? E para, ne kemi lëvizur ashtu siç kërkojnë interpretimi i gjykatës kushtetuese në rast kur mandatari i parë nuk ka lënë. Presidenca ka në diskrecion që të mandatojë një person të dytë, por diskrecioni i presidentes fillon të përdoret në ato raste kur ka më shumë se një pretendent. Në këtë rast, procesi ka qenë i thjeshtësuar për arsye se vetëm lëvizja vendosëse ka pas të nominuar për raundin e dytë, ndërsa subjektet tjera kanë treguar që vetëm bllokojnë por nuk kanë alternativë. Në qoftë se keni përcjell me kujdes konstatimet e liderëve politik para votimit për qeverinë Kurti 3, keni pa që pjesa më e madhe e mesazheve që kanë dërguar kanë qenë kërcënime për deputet që eventualisht do të votonin në favor të qeverisë. Do t'ju përjashtojmë, do t'ju largojmë, do t'ju veshim sinuse me gjuhë raciste, do të ka pas një valë kërcënimësh për arsye se liderët politik ka qenë të bindur që vullneti i deputetëve të tyre është në favor të votimit për qeverisë. Mendoj që kjo do të fillojë tani. Ata do të fillojnë një fazë friksimit, shantazhimit, kërcënimit të deputetëve në mënyrë që deputeti, edhe pse është i mandatuar nga populli, të mos votojë me vullnetin e vet, por me instruksionin nga subjekti politik. Kjo pastaj bën të paqartë rezultatin final të votimit për mandatarin Kurti, edhe kjo do të jetë një rezultat i vullnetit, por rezultat i kalkulimit të subjekteve politike se sa ju konvenon apo jo shkuarja në zgjedhje tani, edhe pastaj në mars apo prill, nëse nuk arrim të dakordohemi për presidentin apo presidenten e ri të vendit.
Kjo pyetja e parë. E dyta, unë jam jashtëzakonisht shumë lumtur dhe krenar që më është dhënë mundësia që përgjatë këtyre 4 viteve tash gati po bëhen edhe 5, me ndihmu Zotit Kurti në avancimin e proceseve për cilat ai ka bërë zotime në fushatën e vitit 2021 dhe ka marrë përgjegjësinë pas votimit të qeverisë. Për mua kjo ka qenë veçanërisht me rëndësi për shkak se unë nuk kam kaluar në për ato fazat e testimit për zgjedhje. Unë nuk kam qenë pjesë e listave zgjedhore, tash më marr dikon që nuk ka qenë pjesë e listave zgjedhore, edhe me vendosë si zëvendës kryeministër të parë, edhe me i dhonë bukur shumë kompetenca, nuk është lehtë as për kryeministrin. Për djenin tuaj, për shembull, Kosova ka pas ministri për integrim evropiane, ka pas ministri për dialog dhe ministri për zhvillim ekonomik. Tash, në vend të 3 ministrive, kemi pas një departament këtu, zyra zëvendës kryeministrit për integrim evropiane, për zhvillim ekonomik, apo koordinim zhvillimit ekonomik edhe normalizim me Serbisë. Nëse shikojmë mbrapa, këtu janë disa fusha ku mendoj që ne mundemi ballë hapur me dalë para qytetarë. E kemi marrë në fushën e integrimeve pa status kandidatit, po dhe pa aplikim, pa antarësim Këshillit të Evropës, pa liberalizim të vizave, me një shkallë të plotësimit të reformës Agjendës Evropiane me 45%. Jemi tani me një konstatim që thotë deri vitin e kaluar Kosova ka qenë presi reformave në nivel të Bashkimit Evropian. Kemi dërguar aplikimin për status kandidatit, kemi aplikuar për Këshillin e Evropës, kemi arrit liberalizimin e vizave. Nëse veç 5% në gjithë to është kontributi i zyrës tonë, unë jam jashtëzakonisht shumë i lumtur. E njëjta edhe me situatën në dialogun me Serbinë. Situata sot në veri nuk mund të krahasohet me situatën e vitit 2021, as në fushën e energjisë, as në fushën e politikave monetare, as në fushën e luftimit krimit korrupsionit, as në legitimitetin e organeve të sigurisë, ashtu. Po edhe njëjta vlen te indikatorët makroekonomik. Që nën kupton që është bën një punë mirë. Mendoj që një lloj komplimenti më i madh është kur borsi i këtij funksioni kalon nga dikush i cili nuk ka kaluar në procesin e testimit te personi i dytë më i votuar në Kosovë, që ka qenë Klau Konjuca. Për mua është një menjë e madhe nëse detyra bartet nga unë të zoti Konjuca, e tash me rokadën që është bë, shkojnë edhe më shumë për shembull te kryeministri i Kosovës, te Albin Kurti. Unë jam prapë them shumë falendërues për krejt ekipin, për këtë punën që është bë, por ka qenë vendim i imi që me që kjo angazhim ka qenë edhe shumë i lodhshëm, unë kam nevojë për pak pushim, pak kohë për familje, edhe ka qenë reflektim i observimeve që kemi bërë brenda aty 4 viteve, ku kemi pa një mundësi që mbase në një fushë tjetër, për të të informojmë në momentin e duhur, kontributi jam mundet me qenë edhe më i madh. Pra, ju po thoni që nuk do të jeni në qeverinë, nëse do të ketë qeveri të ardhshme Kurti 3. Nuk do të jem as në udhëheqjen e dialogut, krye negociatorë. Edhe propozimi im është që ketë një angazhim tjetër, ku unë mendoj që mund të jap kontribut më të madh. Për arsye se çfarë fushë do të jetë kontributi juaj? Po do ta merrni vesh kur ta nxjerrim, por do të jetë pjesë e qeverisë. Angazhimin e shohim si mundësi apo hapësirë për me kontribu. Edhe jo si një lloj privilegji. Nëse unë shoh për shembull që te zyra ngjitur mund të kontribuoj më shumë, atëherë kam për obligim me i sugjeru kryeministit Kurti ose antarëve të kryeministit Konjuca që të akomodohet kjo kërkesë, me që benefiti pastaj edhe qytetarëve do të ishte më i madh. Mundësia për të shkuar në zgjedhje mund të ekzistojë nëse zoti Konjuca nuk arrin të marrë votat e nevojshme për ekziston, po është pa e votueshme pastaj. Po, çfarë prisni nga këto zgjedhje të jashtëzakonshme nëse do të mbahen në dhjetor? Në qoftë se zoti Konjuca nuk arrin me i marrë 61 votat e kërkuara, atëherë unë nuk shoh opsion tjetër përveç se shkuarjes në zgjedhje në dhjetor. Domethënë janari do të ishte ndonjë makinacion i palogjikshëm edhe i pakuptueshëm. Në qoftë se kemi konstatim që për 9 muaj ne nuk kemi arritur me i kry detyrat edhe vizavi Bashkimit Evropian, por edhe vizavi qytetarëve, siç rasti me buxhetet e komunave,
me buxhetin e RTK-s, me avancimin e disa reforma, me planin e rritjes së krejt. Është shumë e rëndësishme që qytetarëve më ia shpjegu ku ka ndodhur ngjeca, ku ka ndodhur bllokada, kush janë përgjegjësit. Kush ka vepruar konform rezultatet zgjedhore të nënshkurtit, kush ka tentuar me ndru rezultatin në tavolinë. Kush ka menduar që me 15% fal ambasadave, fal bllokadave, fal inateve, mundet më shpall fitues. Edhe mendoj që qytetarët kanë me pa mesazhin që në të ardhmen nuk duhet që përmes votës tonë me mundësu një blokadë të tillë. Në qoftë se ti identifikohesh si person që nuk e kupton që 15% që është mundësi me qeverisë, po jo për me bloku, atëherë mendoj që nuk duhesh më marr me atë 15%. Qytetarët duhet me ndëshkuar dhe me thonë në politikë kyçesh për me shtyr procese përpara, jo për me blloku procese. Tash secili prej subjekteve politike e hyn garës zgjedhore me një farë programi zgjedhor. Tash dorën zemër nëse në 5 vjet e fund ke pas 5-6 deputet, askush nuk pret nga ju që të bëni një program qeveresës sepse ju pritet të vini në qeverisë kryeministër. Por fakti që megjithatë me një pjesë në zgjedhje ne kupton që ju shpresoni që përmes bashkëqeverisjes, duke u ngjit një partner të madh, do të merrni ndonjë resort ku mundi me tregu që jeni të gatshëm me qeverisë. Pra shko sa Kosova nuk i ka partitë politike të rreshtuara nga 25, 22, 20%, është e palogjikshme të kërkohet koalicion i madh mes dy subjekteve të para. Kjo ndodh për shembull kur ose do të marrë shumë subjekte ose bëhen një parë dhe dytë i bëjnë 50%. Ne kemi subjektin e parë që ka 48 deputet. Është e palogjikshme qeverisja me subjektin e dytë. Atëherë natyrshëm kjo do të më pasi një mundësi për subjektin e tretë ose të katërt të pestë. Po mundësi që qytetarët më thonë tash on të tregoj që di me qeverisë, tash të tregoj që ato që kam shkruar në letër mundem edhe me kthy në praktikë. Po nuk thotë tash unë kam ato levat për me blloku shtetin. Sikur tash që po thuhet jo kush është pozita, kush është opozita, se kjo është më e rëndësishme egoja ime se sa buxheti i RTK-s, buxheti i komunës Gjelanit apo Prishtinës, plani i rritjes për 880 milionë euro kështu. Zoti Beslimi, ju falenderoj shumë. Faleminderit e juve për mundësinë. Nderuar shikues të televizionit publik, biseduam kështu me zëvendës kryeministrin në detyrë të Republikës së Kosovës, zotin Besnik Beslimi.